Fiton na pret nesër ndeshja e kthimit në gjysmëfinalen të Kupës Maqedonisë së Veriut. Shkojmë në Strug për të ndjekur negativen 2-1. Sa është e gatshme skuadra të luftojë për të marrë rezultatin e dëshiruar? Po, si çdo herë skuadra është e gatshme për të shkuar për të bërë një lojë të mirë edhe për rezultat pozitiv. Pavarësisht se loja e parë u kryi me rezultat negativ, po ne do shkojmë dhe do japim maksimumin për të bërë një përmbysje. Mendon që negativa 2-1 është e arritshme dhe a e vështirëson punën tonë fakti që Struga si rrugë të vetme drejt Evropës, duke parë si kanë shkuar gjërat në kampionat, e sheh pikërisht kupën? Po, do jetë shumë ndeshje e vështirë, sepse ndeshja e parë u mbyll me negativ për ne. E marr parasysh rezultatin se jemi negativ, edhe pse skuadra Struga, do me thënë, rrugën e vetme për në Evropë e ka përmes kupës dhe do tentoj t'ja daj, po përsëri ne do shkojmë t'japim maksimumin dhe ta provojmë. Personalisht Fiton Ademi, beson që Shkëndija përmbys nesër dhe shkon në finalen të kupës? Po, mendoj se po.